Dikur shumë vite më pare, jetoja në Shqipëri. Isha një djali mbare, punoja për të mbajtur shtëpin. Isha djali I madh, pesha binte mbi mua. Doja një jetë me të mirë dhe vendosa me emigrua. Emigrova në Itali, diku tek njerëzit e mi. Njerëzit e mi më t'afërt, ku më krahasuan me një njeri të varfër, si një I varfër pa shtëpi. Nuk ma pan zemrën që kisha flori me ofruan, edhe pun aty shumë më shfrytëzuan. Dhe dokumenta që unë bera, çdo qindark minxore nga hundet, mundohesha shumë për njerëzit e mi, ato me shanin në Shqipëri. Nenën time shumë e shqetësonin, te keqia fjalë për mua I thonin. Unë përsëri respektoja, se janë njerëzit e mi, shpeshtoja. Pas pak vitesh këtu në Itali, me erdhen vëllezërit e mi, me jetu bashk përsëri. Në të njëjtën punë unë I mora, me punu bashk me njerëzit tan. Ato prap na ofendonin, prap ma shumë na shfrytëzonin. Nënës në Shqipëri, lajnë të keqia I dërgonin përsëri. Gjemtë e tu që të ecin para, duan 4 duar e 4 kem. Për nenën ishte një ofendi shumë I rend, kaluan 20 vite duke punuar, njerëzit e mi me I respektuar. I respektova deri në atë pik, deri sa në zemër mungull një thik. Një thik urrejtje që mu kryua, për njerëzit e mi që me nuk I dua. 3 vëllezër 20 vjet për ta punuan, dhe kur nuk na kanë respektuar. Nenën ma mërzitën e ma turturuan, fjalë të këqija për femit ja dërguan. 3 vëllezri leka ju bashkuan, si musketjer kur nuk u dorsuan. Për buk do vdisnin a than, por fuqin ton nuk e pan, që u bë si treluan. I bëj thirrje të më rinë sa me larg, se Leo kur me nuk ja fal.